Përshëndetje, çuna dhe goca, mirë se erdhët në Money Hour, podcasti Fast News Economy. Unë jam Aura Rasulqa dhe si gjithmonë e ndaj të projekt me Unë jam Ergji Sefa dhe jemi tek Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë. Falenderojmë në fakt më shën Ergji që gjithmonë na mundson realizimin e këtij projekti nga universitetet kryesore private në Shqipëri. Tani për çfarë flasim sot ne? Sot flasim për një gjë që i lidh të gjithë bizneset dhe që të gjithë bizneset në fakt kanë interes në tyre, kur bëjnë këto panajiret e mëdha, ekzibicionet, shfaqjet. Ke vënë re që është shtuar ideja e panajireve, i shohin edhe bizneset më, nuk e shohin thjesht si një aktivitet që e kanë me dy mendje ta bëjnë apo jo. Shohin sikur janë strukturuar më mirë, janë bërë sektoriale dhe janë bërë më të shpesht. Pra tregon e një maturim të sipërmarrjes. Dhe Tirana në fakt është kthyer dhe një tip qendre rajonale për këtë pjesë të panajireve të biznesit. Mjafton të kujtojmë për shembull që në muajin nëntor kishte 9 apo 10 panajire kombëtare dhe ndërkombëtare që kishin bënë me biznesin. Dhe kë kemi neve sot? Kemi një person i cili është thelbi i këtyre panajireve të organizimeve, le të themi, që e ka qenë pionere në këtë fushë që në kohën ku shumë të tjerë nuk besonin kjo gjë. Dhe për gjitha, nuk është vetëm kjo, nuk vetëm që është një ndër themelueset e panajireve në Shqipëri, por sjell akoma risi, sepse zhvillimi i panajireve në finale është si çdo treg tjetër, si çdo industri tjetër, që nëse ti nuk sjell risi, atëherë ti mbetesh mbrapa. Ndërkohë që konkurenca rritet. Dhe kënaqësi të kemi në podcast zonjën Eneida Sheku, është drejtore ekzekutive dhe bashkëthemeluese e Iceberg Exhibitions. Mirë se erdhe, Eneida. Faleminderit, o skuqa, nuk ishte prezantim më të bukur se ky, patjetër që unë prej vitesh identifikohem tashmë me kontributin që kam dhënë në zhvillimin e panajireve sektoriale, edhe në krijimin e një kompanie që i flet pikërisht një audiencë që e do këtë koncept të panajireve sektoriale. Jam shumë e kënaqur që jam në këtë podcast. Më pëlqen shumë emri i podcastit, Money Hour, në fund vitës. Të gjitha rrugët të çojnë aty. Të paraja të çojnë. Edhe panajiret pikërisht për të lidhur paran me paran, besoj se bëhen. Absolutisht. Në fakt, panajiret sektoriale kanë një qasje B2B, pikërisht business to business, pra i shërbejnë biznesit. Dhe kur flasim për B2B, sigurisht flasim për para. Dhe pa përjashtuar pjesën e B2C-s, por B2B-a është thelbi i gjithë panajireve që ne organizojmë. Ka filluar bizneset shqiptare kryesisht, ato tuaja kanë tradit këtë pjesën e krijimit me pjesëmarrjes për krijuar network. Por bizneset shqiptare kanë filluar të bëhen vetëdijshme, nëse nuk e konsiderojmë më si kostos, unë mbaj mend para 10 vitesh, për shembull 15 vite thoshin, "Ua, të shkojmë ne te piramida të harxojmë lek për një stand." Tani si ka ndryshuar kjo mendsi? Në fakt, unë do ta nis pak që në gjenezë. Në disa studime që po bënim dhe patjetër hulumtojmë her pas here dhe me stafin, pam që pjesëmarrja e parë e Shqipërisë dhe ekspozimi i parë në panajire ndërkombëtare ka qenë që në vitin 1930, 1929, 1930, disa burime ka thonë që ka qenë panajiri i Selanikut, ne i hym pak më thellë panajirit Fiera di Levante në Bari në 1930-ën, pra ka patur një ekspozim të shqiptarëve me panajiret. Patjetër që diktatura, mbyllja, bëri që kishte një regres, të mos formohej dhe mos zhvillohej mentaliteti drejt panajireve si platforma komunikimi, ndërkohë që në botën perëndimore ky koncept u zhvillua me ritme të qëndrueshme vit pas viti dhe njerëzit e kuptuan edhe vlerën e panajirit dhe ata që ishin ekspozues, po dhe ata që ishin vizitor, që mezi prisnin panajiret e sektoreve të cilat ata ishin të interesuar. Me ardhen e viteve 90 në Shqipëri, patjetër që u tentua, u bën evente shumë të mira nga pioner të vërtet që i sollën panajiret që në vitet 90 në Shqipëri, por në një koncept më generalist, panajire më të përgjithshme. Ndërkohë, Iceberg Exhibitions është të fokusuar në në zhvillimin e panajireve sektoriale. Ne organizojmë 4 panajire, post pandemisë u munduam që të ishim shumë të fokusuar dhe panajiret ishin të qëndrueshme, të përvitshme dhe për t'ju rikthyer pyetjes, po ka një ndryshim, ka një rritje të ndërgjegjësimit mbi cilësinë e panajireve.
dhe mbi outputin e tyre. Pra çfarë realisht ato sjellin. Në fund të ditës, një biznes që merr pjesë në një panajër, duhet ta përfshijë në buxhetin e tij, sepse është një zë i cili nuk ka të bëjë vetëm me finë e pjesëmarrjes, me atë tarifën e pjesëmarrjes, por ka të bëjë me brandimin, me përgatitjen para, gjatë dhe pas, angazhon burimet njerëzore etj. Që do të thotë në fund do të ketë edhe një kosto dhe një analizë të ROI-t, pra çfarë solli panajeri. Në fakt merr mbrapsht ky investim që ai bën, merr mbrapsht dhe si reflektohet kjo marrë mbrapsht investim. Në mënyra të ndryshme. Jo vetëm kur themi merr mbrapsht, jo vetëm në firmosin e një kontrate që do t'i garantojë punën etj. Në branding, në komunikimin e markës, në identitetin e markës, mënyrën se si ai do që ta promovojë biznesin, do që ta promovojë biznesin e tij, se si do ta pozicionojë biznesin e tij dhe më pas patjetër edhe në krijimin e kontakteve, të cilat sjellin shitje të shërbimeve apo produkteve të tyre. Do të ndaloja pak tek panajeri i turizmit i cili vjen në 11-12 shkurt, është i përbitshëm, është një panajër mirëfilli B2B, për shkak edhe të një eventi B2B që ne organizojmë aty në bashkëpunim me një kompani të huaj, e cila rekruton blerës ndërkombëtar nga gjithë bota. Çfarë janë ta blerës? Këta janë tur operator, po themi në Amerikë, në Angli etj., të cilët duan të vinë këtu dhe të lidhin kontrata me ture, me hotele, që kur të kenë kërkesë nga turistët në vendet e tyre të t'i propozojnë Shqipërinë. Pra, kjo gjë ndodh. Domethënë, kjo nuk ka asnjë lloj spekulimi që unë dua ta zbukuroj etj. Kjo ndodh në panajër. Vjet janë bërë rreth 618 takime brenda një dite me një platformë skeduluar dhe janë mbyllur kontrata. Kjo nuk është një kontratë e cila është e vështirë ta besosh që u mbyll brenda një panajëri, se nuk është as qindra mira, ku diun miliona euro, është një kontratë pune e cila përgjithsisht këto të huaj që vinë konsiderojnë një vit, 2 vite plus, pra nuk vinë për 2026, vinë për 2027, 2028, por siguron biznes. Dhe është një impakt i prekshëm. Pra, le të themi, është një pikë që bashkon kërkesën me ofertën. Pa diskutim, po. Pra, bizneset duhet ta kenë parasysh që në këto lloj forumesh, sepse kultura përgjithsisht është që aty thjesht shkohet vetëm për të bërë reklam, në fakt nuk bëhet thjesht reklam apo thjesht nuk nuk kalohet koha, por vërtet gjeneron të ardhura, në afat mesëm, në afat gjatë, qoftë, po krijon dhe lidhje të cilat nesër pas nesër mund të të vlejnë edhe për bizneset tjera nëse do të zgjerosh vërimtarinë tënde. Është e lehtë apo e vështirë të bësh një panajiste? Janë bërë edhe një çik kështu si trendi. Domethënë janë këto biznese trendi që çfarë të bëj dua të hap një panajir. Janë 3-4 vende që dihen, kam 2-3 mijë që kanë bizneset, Në fakt, në kategorinë e eventeve, panajëri kategorizohet si kategoria më e komplekse, sepse nuk është vetëm një zonë ekspozimi, është kollaj të marrësh një sallë, bësh ca stenda dhe bën panajër. Por panajëri është një kompleksitet aktivitetesh që ndodhin gjatë 2 apo 3 ditëve të panajërit, sepse që të prodhoj këtë vlerën që ne po flasim, qoftë në vlerën e branding dhe të komunikimit, pra marketingut e komunikimit, qoftë në vlerën e lidhjes së kontratave të biznesit etj. Ti duhet si organizator duhet japësh mundësinë që kjo platformë të gjenerojë content, pra të gjenerojë content qoftë në organizimin e forumeve diskutimit, paneleve, me tematika të ndryshme rreth atij sektori, ku të bashkojnë këtu ekspert dhe të japin mundësi që disa vizitorë vinë për këto panele, disa vizitorë vinë për këto takimet B2B, disa vizitorë për një performancë artistike dhe e gjithë kjo bën atë të tërën, pra jep mundësi njerëzve të komunikojnë në këtë platformë. Por është një kategori realisht komplekse dhe unë e them me krenari, ne jemi pjesë e një grupi të madh kompanish të cilët kanë bërë evente prej më shumë se 2 dekadash në Shqipëri dhe e kuptojmë rëndësinë që ka eventbërja, organizimi i eventit në këtë kategori kaq komplekse sa ç'është dhe i kemi edhe resurset qoftë njerëzore, eksperiencën e duhur për të sjellë në jetë evente ku ti duhet të jesh në çdo cep të asaj salle duke bërë një gjë ndryshe në gjatë 2 ditëve në momente të ndryshme. Pra panajërit janë një formë festivali, le të themi, jo thjesht një ekzibicion, një paraqitje e produkteve apo shërbimeve që ofrojnë bizneset. Pra është një tërësi aktivitetesh ndryshme. Ju përmendët që keni
rreth 2 dekada si grup që merreni me aktivitetin në Shqipëri. Si e keni parë evolucionin e mendësisë së biznesit shqiptar dhe qasjen që kanë kundrejt këtyre lloj aktivitetesh? Pra, a planifikojnë vet, a kanë filluar të kenë vet kërkesë apo janë më shumë reagues se sa proaktiv në këtë drejtim? Unë mund ta them edhe me krenari, me të drejtën, vitet post pandemisë kanë filluar të bëhen më reaktiv dhe të jenë ata të cilët kërkojnë informacion. Ju mund ta shikoni edhe në treg. Sot kompanitë janë më të ndërgjegjshme në bërjen e këtyre aktiviteteve, festa e 10 vjetorit, 20 vjetorit, 15 vjetorit. Ka një arsye pse nuk është vetëm për të celebruar për grupin e brendshëm, por është për t'i dhënë mundësinë një targeti më të madh për të bashkuar klientët apo klientët potencial për të parë produktet apo shërbimet. Edhe Panairi këtë përfaqëson mundësinë që ti jesh pjesë e një grupi më të madh biznesesh, individësh, ti jesh në krah të konkurrentit tënd, në krah të furnitorit tënd apo të një grupi kompanish të cilët ndërveprojnë në një moment caktuar të ciklit të tyre të biznesit. Ka një ndërgjegjësim. Ne shikojmë sot, nuk mund të them është më e thjeshtë, patjetër sepse është përgjegjësi më e madhe. Kur të besojnë, përgjegjësia rritet. Deri në momentin sa të besojnë është ai ankthi që ti bësh të besojnë. Në momentin që të besojnë, dhe unë them që jemi në pikën që po na besojnë, në vit ne kalojmë me të gjithë Panairet, kalojmë mbi 500 biznese të cilët na besojnë të jenë ekspozues në Panairet tona, janë ata të cilët e kërkojnë ndërveprimin me ne si organizator, pra duan të marrin informacion. Edhe nëse nuk janë pjesë e Panairit, e duan informacionin, ç'a ndodhi, si ndodhi etj. Prandaj ne kemi krijuar një cikël informues, qoftë këto broshurat informative rreth eventit, po i thoja Aurorës, sfida e fundvitit është raportet e insighteve, ç'a ndodhi në event, çfarë doli, çfarë kush ishte feedback kush është feedbacku nga ekspozuesit, ne bëjmë pyetësor vazhdimisht për të pyetur si shkoi, çfarë sugjeroni tjetër, kush është periudha më e mirë. A arritët të mbyllni kontakte biznesi, a arritët të merrni nivelin e ekspozimit që kishit të menduar më përpara. Dhe të gjithë këto të dhëna përpiqemi ti përpunojmë dhe t'i nxjerrim në raporte të vërteta, të cilat janë aty, janë në website-in ton dhe mund t'i vizitosh në çdo kohë dhe shikoj që ka interes për këtë informacion. Pra, janë vetë bizneset që e kërkojnë këtë informacion, të marrin, të pyesin, të shkruajnë email, ka ndryshuar dhe e them me shumë kënaqësi këtë, sepse në fund ditës kjo është sfida jonë dhe tani jemi në pikën ku përgjegjësia dhe pesha mbi shpatullat e organizatorit është shumë e rëndë se çka është. Ku është problem? Cilat janë problematikat kryesore që konstatohen në gjithë të proces, nga eksperienca juaj? Nëse në Panairin tjetër që ti e ke në Shkurt, që është ai i turizmit, cila do të ishte një pengesë të cilën duhet mos ta kishe dhe që është që e ke realisht vështirësi në realizimin e atij vizioni apo projekti që ke për këtë Panair. Po. Sfidat janë të shumta. Tani realisht unë do rendisja pafund se ne jetojmë me këto problematika. Unë jam e bindur që çdo biznes të ulësh këtu nuk do të thotë që gjithçka shkon varje dhe do të kemi 3 sfida kryesore. Sfida kryesore për një organizator Panairësh në Shqipëri është mungesa e infrastrukturës, një venue e cila përballon kërkesën. Domethënë ne kemi parë në fund vit, në tetor ne patëm 2 Panaire shumë të rëndësishme. Ne nuk patëm më hapësirë për të ofruar për ekspozuesit tanë. Pallati i Kongreseve është bërë realisht i vogël. Është një hapësirë e cila nuk i plotson dot përveç se nga pikpamja strukturore nuk e plotson dot atë kërkesën për të bërë një Panair me standarde. Nuk është dizenjuar për këtë gjë. Nuk është dizenjuar, absolutisht ka një location shumë të mirë, por nuk është dizenjuar për të bërë për këtë. Domethënë kjo është një ndër sfidat kryesore do ta veçoja që kjo deri diku të bën ta shikosh të ardhmen me dyshim. Megjithatë unë besoj që do ketë zhvillime në këtë drejtim edhe në drejtim të venues. Këtë shikoj si sfidën kryesore. Pastaj sfida të tjera, sfida të komunikimit të Panairit, sfida të aksesit në nivel rajonal, të ndërveprimit më të mirë me dhoma biznesi, domethënë sikur dhomat e biznesit të ishin më reaktive, të bënin atë funksionin e tyre më mirë, sepse në fund ditës një organizator nuk synon të shkojë biznesi drejt për drejtë. Domethënë është biznesi ai që vjen dhe pyet specifikisht. Ndërkohë se ne si organizator duhet kemi një bashkëpunim shumë të mirë me dhoma biznesi, me institucione etj, të cilën e kemi,
por nëse do të ishin do të ndërvepronin më mirë, do ta bënin më me përgjegjësimë dhe më fort punën, mendoj që të gjitha palët do të ishin më të kënaqura. Ju përmendët që një ndër sfidat ishte fakti për të bërë sa më rajonal, për dalë përtej kufive të Shqipërisë. Në fakt, keni biznese nga rajoni që marrin pjesë në këto dhe kur na bëni një dallim ndërmjet një biznes i vendeve përreth, qoftë Shqifolus ose qoftë Shqifolus, si e ka qasjen kundrejt këtyre lloj aktiviteteve, kundrejt një biznesi brenda Shqipërisë? Po, shumë faleminderit për pyetjen, sepse nëse s'do ma bëj këtë pyetje ta gjeja një mënyrë. Se jemi në fund vit dhe jemi në fazë reflektimesh. Domethënë përveç se duhet jemi mirënjohës për gjithë gjërat e bukura që kemi bërë gjatë vitin, patjetër që fillojmë edhe reflektojmë çfarë shkoi, çfarë s'shkoi. Ne kemi prezencë rajonale në Panajër. A kemi sa do donim të kishim? Jo. Por edhe sikur të donim të kishim më shumë, do dinim ku t'i fusim gjithsesi. Kemi prezencë të Kosovës. Për shembull në Panajërin e turizmit ne do të kemi një mini pavion të Kosovës, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Unionin e Turistik të Kosovës, të cilët incentivojnë kompanitë nga Kosova që vinë dhe ekspozojnë në Shqipëri. Ata ekspozojnë jo vetëm për audiencën shqiptare, por mbi të gjitha për të ndërvepruar me këta blerësit ndërkombëtar që kanë interes gjithë që t'i takojnë. Por jo vetëm këto, jo fqinjet, në Kosova është pjesë e jona, por unë do të veçoja, pata një eksperiencë të shkëlqyer së fundmi me ambasadën çeke, e cila me nismën e saj solli gati 10 kompani nga Çekia, të cilët erdhën dhe ekspozuan Panajër. Çfarë i diferencon ata? Është entuziazmi. Ka një entuziazëm që mua gati më trëmte gjatë ditëve të eventit. I shikoja të qeshur, shikoja që donin të kontakte, flisnin. Dhe sa herë që shkoja i takoja dhe, po shkon gjithçka mirë? Shumë mirë, shumë të kënaqur. Shori që këtu shkon takon një kompani shqiptare patjetër. Takon gjithkohës. Një pjesë të mirë të rasteve po, por dielli nuk shqyrqen shumë. E kemi sport kombëtar ankesën, mos kemi sport kombëtar. Dhe prandaj them ajo çfarë i diferencion ishte entuziazmi dhe ula pastaj se u bëra realisht kurioze, ula dhe i thash po çfarë ju duket se shkon kaq mirë, sepse ju vini nga një vend, patjetër keni qenë të ekspozuar në Panajër shumë të mira ndërkombëtar. Ju tha po të them që sapo kemi ardhur nga Parisi, në një Panajër shumë të madh. Problemi është që aty ishim një pikë në oqean dhe vetëm ajo që kemi bërë, kemi shkëmbyer kartvizita, ndërsa këtu kemi bërë takime. Kemi bërë takime dhe jemi ulur me njerëz dhe potencialisht mund të zhvillojmë dhe një biznes në të ardhmen dhe mora vesh jo zyrtarisht që kanë bërë punë të mirë. Shpresoj të kemi lajme më konkrete për t'i thënë në raportin e radhës, por realisht pash entuziazëm. E njëjta gjë ndodhi dhe me disa kompani polake, me një kompani austriake që e patëm ekspozues në Panajër. Ata janë entuziast, shikojnë anën pozitive. Edhe pse ne jemi në Tiranë, në Shqipëri, në një vend vogël. Dhe Panajëret tona realisht janë më të vogla se ata që janë. Më mirë i pari fshatit se i vendit i qytetit. Në aspektin e biznesit patjetër. Por tregon edhe mundësi, potencial. Po, në fakt po. Flasin në fakt të gjithë bizneset ankohen dhe thonë në fund vit që klima ka probleme, por realisht Shqipëria, a është një vend potencial për një kompani e cila është gati të çaj barrierat, është gati ta shikojë gotën gjysmë plot? Nuk kam realisht përgjithsisht në të gjitha këto intervistat jam përpjekur që të qëndroj brenda fushës time pa folur shumë për gjëra që i takojnë të tjerëve dhe që janë më shumë ekspertë se unë. Por unë mund të them që ka potencial, një vend i cili ka problematika, patjetër ka dhe potencial për ti atak këto, për ti sulmuar këto, për ti zgjidhur këto problematika. Kështu që unë përpiqem që ta shikoj gjysmën e gotës plot dhe mund të them që ka një lloj zhvendosje, ka një lloj dëshire për ta parë kështu edhe nga komuniteti i biznesit. Çfarë bën mirë këto platforma në momentin që angazhojnë kompani të huaja dhe sillin këtë entuziazmin e tyre këtu,
është që e para zhvillohen ca kapacitete edhe të menduarit, por edhe të biznes bërjes, dhe janë këtu në vendin tonë. Do kemi edhe një lloj krenarie, sepse bizneset shqiptare janë të ekspozuar dhe me panajëre ndërkombëtare dhe kjo është gjë shumë e mirë. Në ITB Berlin, që është panajëri më i madh i turizmit në botë, ku Shqipëria ishte vend deri dhe ne ishim sigurisht për ta suportuar këtë iniciativë të shtetit tonë, realisht ishte krenari që ne ishim gjithë atje dhe pothuajse duke sikur e kishim pushtuar dhe ishte gjithandej brandi i Shqipërisë. Por ka kënaqësi në moment që ti je në vendin tënd dhe i pret të huajt dhe rrjedhimisht ata e shikojnë dhe e prekin më nga afër vendin. Dhe dua të them edhe këtë, duke qenë se ne jemi një vend shumë i dashur dhe të huajt e shikojnë këtë çështjen e klimës, çështjen e diellit, jo siç e marrim ne për të mirë qenë. Ata e shikojnë si një lloj kanë dhe dëshirë që realisht të bashkëveprojnë me ne. Edhe unë e them, është tërësisht personal ky si mendim, domethënë nuk dua të më merret për kapital, por ne gjithsesi kemi një sens mikpritje shumë të lartë ndaj të huajve dhe një dëshirë për të bashkëvepruar me ta dhe kjo rrjedhimisht influencon edhe marrëdhëniet e biznesit dhe ndoshta prandaj ata dhe janë entuziast paktën si që kemi konstatuar ne në këto panajire, sepse i hapet rruga e të bërës një bisede më të afërt, etj. Nuk jemi të ftohtë dhe nuk mjaftojmë me dhënien e asaj kartë vizitës, duam që të hymë në bisedë. Jemi të mirë me po s'duam vetë. Jemi të mirë që po s'duam vetë. Po sa fëmijë po i kujt je atë në çekit. Po sa fëmijë. Po si atë kjo? Po dhe kjo, pse jo? E kujt je atë në çekit? Nida, ti ke bërë disa panajira në IT-s, me teknologjisë informacionit, energjisë ndërtimit, ekonomisë e gjelbërt, e bujqësisë që është radit, e turizmit që do të jetë në shkurt, kush është krenaria jote më e madhe? Në fakt, po, tani para çdo panajiri ne gjithsesi na shohim vetëm atë panajiri, është të gjithë fëmijët duan njësoj këto batutat. Unë mendoj që panajiri i turizmit nga pikpamja e këtë mingling, si të them, bërjes bashk, këta aktorëve vendas dhe ndërkombëtar, këta arrin në mënyrën më perfekte. Kemi patur vjet 18 vende të botës në panajër. Domethënë ishte ju krenari, është mbi të gjitha mund që ti shikon të panajëri ndriste. Domethënë në këtë drejtim është një projekt sfidues për ne si organizator, me kosto shumë të larta, sepse duhet të bëjmë partneritete. Këta që vinë ta gjithë këtu janë sigurisht mikpritur nga ne, por është një panajër që plotson parametrat dhe standardin që na i kanë vënë këmbët në një kpucë, na kanë thënë o kështu o s'ka. Po që ta theksojmë edhe për shikuesit që pra ju keni pritur në panajirin e turizmit kompani nga 18 vende të ndryshme që kanë ardhur në Shqipëri. Kanë ardhur në Shqipëri vetëm për këtë event. Nga Evropa, po, janë të gjitha materialet janë publike me emra kompanish, asgjë e hiperbolizuar, nga Evropa deri në SBA, Indonezi, Indi, të cilët kanë ardhur për të blerë produktin turistik në Shqipëri. Dhe produkti turistik vjen që nga po themi hotelet, turet, guidat dhe kemi patur blerës të fushave të ndryshme. Po themi një tur operator që kam parë super entuziast vjet, ka qenë tur bicikletash. Dhe ndërkohë që ishte këtu, shkoi bëri një xhiro nga liçeni dhe është fantastik, ishte super entuziast. Edhe marrë bicikletën me vete? Jo, e mori me qira. Në fakt, dua të them dhe këtë. Ky është panajër i arrir edhe për shkak të një partneriteti shumë strategjik që ne kemi, që është një kompani angleze e cila këtë punën e bajërsave e bën gjithë vitin, domethënë nuk e bën vetëm për panajirin ton, rekruton blerës gjithë vitin që kanë interesat veçantë, kanë një interes të shtuar për Shqipërinë, sidomos nga blerës nga Amerika, nga SBA. Dhe kjo po.
dhe ne bëjmë takimet her pas hershme online me partnerët tanë dhe ky ka qenë feedbacku i takimit të fundit që kanë aplikuar shumë blerës nga SHBA-t për të ardhur në Shqipëri në eventin e shkurtit. Ne në janar bëjmë përzgjedhjen finale të blerësve sepse ata vinë në Shqipëri, dua ta theksoj këtë, bëjnë takime të cilat janë të gjitha të skeduluara me platformë. Një platformë që e kemi vënë ne në dispozicion, që është b2balkan.com, aty regjistrohen ekspozuesit ose suppliers që i quajnë dhe blerës. Këta bëjnë meet and match në platformë, lën takimet me orare dhe takimet i bëjnë në panajër. Dhe pas takimeve, ne i mundsojmë një fam trip, familiarization trip në të gjithë Shqipërinë. Pra bëjmë një quiz dhe ata e prekin vendin nga afër. Dhe për shumë prej tyre është hera e parë që vinë në Shqipëri. Dhe kështu kanë mundësi që ta prekin vendin. Dhe të shohin edhe zona, destinacione që janë më atraktive për ta dhe për klientët. Absolutisht, domethënë kanë famtripi i vë ka pak, pastaj ata e presin, e bëjnë first hand experience, domethënë ata e shikojnë vetë, e prekin vetë. Po këtë e keni vetëm për bizneset që lidhen në fushën e turizmit apo edhe për sektorët e tjerë keni një gjë të ngjashme? Çdo panajër ka specifikën e vet. Panajëri i turizmit ta lë mundësinë ta bësh një gjë tjetër sepse ka grupe më të strukturuar, në ti identifikon blerës ndërkombëtar, pra, përmes një partneri. Në panajërat e tjera është pak më e vështirë që të bësh këtë the right match, por kanë pika tjera shumë të forta. Për shembull, panajëri i bujqësisë organizohet në Lushnjë, kur e kemi thënë fillim që shiko duam ta bëjmë jashtë Tiranës këtë, shumë nuk na kanë besuar që kjo do të vlejë si platformë, por zona e Myziqes ka rreth 77.000 fermer, të cilët kanë nevojë të informohen, të ndërgjegjësohen, të kenë edhe kontaktet e duhura. Dhe të orientohen. Pikërisht prandaj të informohen, ndërgjegjësohen, ne nuk e kuptojmë se nga duart e tyre ne marrim në fund të ditës produktin që kemi në tavolinë. Dhe këtë panajër e bën të veçantë pikërisht fakti që ne jemi shumë afër zonës dhe kemi çuar në Lushnjë një event i cili jam e bindur që për qytetin është eventi i vitit, por jo vetëm për qytetin, por për gjithë zonën përreth. Dhe kemi parë me shumë krenari e them këtë, nga edicioni i parë deri në edicionin e 5 që jemi këtë vit, një ndryshim të sjelljes së fermerëve. Në edicionin e parë ishin shumë të stepur, nuk bëshin pjesë aktiviteteve etj. Sot e kërkojnë eventin, duan të jenë pjesë e eventit dhe duan të jenë aktivisht pjesë të eventit. Pra, tash çdo panajër sjell atë veçantinë e vet. Future Today ku është kthyer në brand tashmë panajëri i inovacionit, teknologjisë dhe edukimit. Të rinj, pafund, numra shumë i lartë numri vizitorëve krahasimisht me panajëret e tjera, të rinj të cilët vinë kush për një panel diskutimi, kush për një kontakt tjetër, kush për gaming zone, kush për demo zone, startupe, kemi patur 3 komunitete shumë të rëndësishme startupesh këtë vit, i cili ka ardhur duke u rritur nga vitin, e shikojnë si një hapësirë për të promovuar idetë e tyre. Pra, në gjithë këto sektor që ju përmendet, përveç turizmit që u kuptua që është shumë për zemër dhe ju e shikoni që ka një rritje. Kush është sektori tjetër që keni parë këto vite në organizimet tuaja? Që nuk e keni bërë ende panajër. Jo, në fakt kush është sektori tjetër që ju e shihni që po ka rritje në vend dhe që ka një të ardhme dhe patjetër pastaj kush është ai që ju do doni të shtonit? Në gamën e panajërave sektoriale. Po. E para, unë e thash turizmin, por këta të tjerët janë po kaq projekte të rëndësishme dhe me shumë impakt, siç thash, por në nivele të ndryshme. Panajëri i energjisë, ndërtimit dhe ekonomisë gjelbër është një projekt që premton shumë dhe ka patur, domethënë, është shumë e çuditshme që ky mund të jetë një ndër projektet që reflekton dhe dinamikat e tregut. Kur e kemi nisur projektin në 2022-shin, pati një boom fotovoltaikësh në ato vite. Domethënë në çdo cep hapi një kompani fotovoltaikësh dhe panajëri rrezikonte të binte vetëm me këtij lloj segmenti. Po ndërkohë ne kishim rrezën më të gjerë, ne thoshim energji, ndërtim dhe ekonomi e gjelbër dhe energjia dhe ndërtimi për ta lidhur në konceptin e eficiencës së energjisë. Dhe nuk e nxirrnim dot këtë konceptin që kishim për shkak të përbërjes panajërit. Kishim shumë kërkesë nga kompanitë fotovoltaike. Në këtë edicion të fundit që patëm një balancë perfekte mes kompanive të ndërtimit dhe kompanive të energjisë, rinovueshme. Po, patëm hidrogjenin, patëm solarin, domethënë
ka arritur në një mix shumë interesant dhe ky është miksi që prodhon impakt në fund dhe shumë projekt që ka patur një rritje shumë të mirë. Ndërsa, shiko, ne si organizator ose më saktë Iceberg Exhibitions ka një skuadër që punon gjithë vitin, ne nuk punojmë në mënyrë sezonale. Me thënë, skuadra është në zyrë dhe jashtë zyre, duke punuar çdo muaj të vitit për këto 4 muaj, për këto 4 panajire. Dhe rrjedhimisht është sfiduese për një biznes që të mbaj një kompani në momentin që ka 4 projekte dhe 4 muaj është aftë të gjenerojë të ardhura. Por, kemi qenë shumë piki në zgjedhjen e tematikave, sepse duhet që një panajir, se panajir është fjalë që po përdoret masivisht, e thatë edhe në fillim që sot bëjnë panajir në shkollë, panajir këtu, panajir aty, por po flasim për panajir që të ketë një standard ndërkombëtar. Pikërisht, duhet të jesh, duhet që vetë sektori të jetë shumë reaktiv, domethënë të prodhojë interes, qoftë nga pikpamja e atyre që ofrojnë shërbimin, qoftë nga atyre që e marrin shërbimin. Ne jemi duke hulumtuar edhe fusha të tjera. Unë nuk do t'i bëj sigurisht, nuk do t'i sjell si lajm, sepse nuk janë ende dhe nuk dua t'jem e kujdesshme këtu. Por prap të kufizuar jemi, le të themi, në atë çfarë presim, sepse duam që të jenë realisht cilësor. Por edukimi, mund ta them këto, ka potencial, meqense jemi dhe tek kumoshoja edhe vlen të thuhet, edukimi ka shumë potencial për të patur një gjë të madhe dhe që të jetë miksuar me pjesën e mundësive të karrierës etj. Dhe do thoja edhe këtë, në të gjitha këto panajret që bëjmë, kemi një rritje të rinjve të cilët vinë për t'u njohur me kompanitë, për t'i parë, për të kuptuar pak standardin e kompanive që janë në treg, ku mund të punësojnë etj. Është një brez shumë interesant të rinj të cilët hulumtojnë, nuk shkojnë aty ku i thuhet, nëse do i referojnë vetes. Shërbejnë në një farë mënyrë panajiret edhe ndër të tjera, edhe si orientues karrierë, le të themi. Për të rinj. Sepse aty ata kanë mundësi të shikojnë, të bëjnë takime vetë me kompaninë direkt. Pikërisht me kompaninë direkt. Dhe ka një lloj ndërgjegjësimi edhe nga ana e kompanive. Një pjesë e mirë e kompanive vjen pikërisht për employee branding, për shembull. Do të thotë nuk duan të shesin asgjë në panajër, duan të tregojnë që janë një skuadër shumë e mirë dhe presin të rinj që të vinë të aplikojnë për punë. Dhe jo pak, po kemi patur kompani shumë të rëndësishme në treg për këtë. Më vjen mendje një ndër partnerët e përvitshëm teknologjisë që është kompania Sisal, ka këtë lloj synimi. Apo kompani shqiptare. Kompani të cilat nuk janë shqiptare ndërkombëtare, si kompani, por që operojnë në Shqipëri. Eneida, ishte kënaqësi që të kishim në Money Hour. Kemë pyetje të Ergis? Besoj si sqaruam dhe i mbuluam gjitha. Unë ju falenderoj shumë suksese për këtë gjë që bëni, përveç se ne me Aurorën kemi bashkëpunuar shumë herë dhe pikërisht për këtë kualitetin e punës, por uroj shumë që të ketë projekte shumë të mira në 2026, meqense jemi në fundit tash, i po bëjmë reflektime, po fillojmë po shkruajmë edhe urimet. Unë shpresoj shumë që të keni projekte të cilat ngjallin interes. Publiku shqiptar ka nevojë për content të mirë mbi të gjitha, edhe ka nevojë të mësojë, të jetë pjesë e këtyre aktiviteteve që sigurisht prodhojnë informacion dhe përmbajtje të mirë. Shumë suksese me panajirin e shkurtit dhe je gjithmonë i mirëpritur për çdo risi që do sjellësh në tregun e këtyre eventeve që në finale i shërbejnë vetëm biznesit, por edhe imazhit të Shqipërisë. Faleminderit. Të dashur miq, ky ishte Money Hour, do të shihemi javën e vijim.